Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq. Isha duke lexuar një libër nga lëmia e psikologjisë dhe thash pra përcjellje dhe juve pasi që e kam në shpirt që njerëzit, shoqëria që më rrethon, njerëzit miq që më ndjekin dhe dëshiroj që ata sa më shumë të vetëdijësohen përmes disa mësimeve të vogla që ndoshta shumica prej jush i dini, por ja që dëshira jonë është që ne tua elaborojmë, tua përkujtojmë shumë mësime që për juve ndoshta do të jenë të dobishme në jetë. Mendja ndahet në mendjen analitike dhe mendjen emocionale. Në mendjen analitike numrohet që është vetëdia dhe emocionale është nëndia. Pra, sipas statistikave botërore në lëminë e psikologjisë, shkencëtarët kanë vërtetuar se njerëzit janë 10 deri 15% të vetëdijshëm dhe 85% tjetër kanë më të fjetur apo e kanë ende të pa ekspozuar mendjen emocionale. Pra, nëndijen. Në vetëdije, njeri ka mendje analitike, sepse aty ai analizon nëse e preku diçka të nxehtë do ta djegi dorën, duke fillu prej fëmijës deri tek i rrituri. Nëse në rregullat e komunikacionit shkruan që mund të vozisë 150 kilometër në orë, e unë shkoj në 200-250, atëherë mendja jonë analitike mund ta shoh rrezikun që e pret. Ndërka që në mendjen e pavetdijshme, pra në mendjen emocionale, janë të regjistruara imagjinata, kreativiteti, memoria afatgjate, pastaj mesazhet që na kanë ardhur nga intuita që na ka krijuar Zoti që nga fëmijëria, pra natyrshmërinë, fetratin e vet. Pastaj kemi aftësitë e ndryshme, talentet e ndryshme, të gjitha këto janë të regjistruara në nëndijen tonë, pra në mendjen emocionale. Gjithashtu në mendjen emocionale, ne shpesher e ngarkojmë me informata negative, apo me mendime negative. Ato mendimet negative nuk na kanë ardhur vetvetiu, por ato kanë mund të vinë, për shembull, ka ndodhur një rast kur ka qenë koha me shi, juve u ka ndodhur një aksident, apo diçka e keqe dhe në atë moment kur bie shi, nëndia jonë e kupton, i përkujton ato momentet negative, apo mendimet negative. Tani shtohet pyetja, normal se çdo kush ka mendime negative, por shtohet pyetja si të largojmë këto, të mos jemi të robëruar nga mendimet negative, sepse mendimet negative e tërheqin energji negative dhe në atë moment na demoralizohemi, nuk na punohet, nuk kemi motiv, etj. Prandaj, ishte një shembull shumë i bukur nga doktoresha Denisa Hoxha, e cila tha se çdo kush kemi mendime negative, por disi ato duhet t'i menaxhojmë. Pra, në mënyrë figurative tha e kemi një thes, edhe kur na vinë mendimet negative, jemi në gjysmë të ditës ose në mëngjes, ne i themi a din çka, mendimeve negative juve do t'ju mbyll në thes e në ora 18 do t'ju shikoj se çka mundi me punu me juve, si mund të komunikoj me juve apo të mendoj. A në realitet në ora 18 ndoshta do të del ndonjë punë tjetër dhe kështu, pra në këtë mënyrë mendimet negative i asgjëson ngadal. Ndërka simas fesë islame, psikologjia islame, edhe ajo e shpjegon në mënyrë shumë të bukur se mendimet negative duhet në një farë mënyre t'i orientojmë duke u mbështetur në diçka. Pra, kur ne mbështetemi Allahu Samet, Zoti është mbështetja jona, ai ka fuqi dhe ne vetvetiu me këtë mbështetje, mendimet negative ende ekzistojnë, por ne jemi të kapur për atë connection, atë lidhjen me Zotin. Ose një shembull më konkret, për shembull,
Ne jemi anije në det. Deti është jeta. E mendimet negative janë baticat edhe zbaticat, Deti ndonjëherë është i qetë, ndonjëherë është i tërbuar e tjera. E këto mendimet negative, kur neve dëshirojnë me na u përplas në anijen tonë, në vetën tonë, ne nëse jemi të lidhur në atë kungjin që është i hekur për rreth Bregdetit në liman, e gjuajmë litarin me spirancën, pra është ajo si hekur i rand, si në hark, dhe ajo kur gjuhet në këtë kungjin e hekurt, atëherë anija, pra ju, e ndihni veten ma të sigurt. Pa marrë parasysh që në deti i shihni valet e mëdha apo të vogla, pra ato janë mendimet e juaja negative, ndërka që ju jeni këtu shumë të fort, jeni lidh me spirancë në atë kungjin e hekurt në Bregdet. Kështu pra të nderuar miq, në një farë mënyre ne duhet ti luftojmë mendimet negative, se s'ka shansa ato të luftohet, e keqja me të keqe nuk luftohet, por duhet ti menaxhojmë mendimet tona, gjithashtu, sipas mësimeve islame, kur ne bëjmë connection, lidhje me Zotin, e Zoti i ka disa persona shumë të dashur, e ai është profeti Muhammed dhe familja e tij. Prandaj na thot Zoti, inna Allahe ve melaiketuhu yusalluna alen nabi, ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe engjujt dërgojnë selame për mbi pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, dërgoni selame, përshëndetje për mbi pejgamberin pa ndërprej. Nga kjo kuptojmë se sa herë që na vinë mendimet e këqija, kemi mërzi, kemi depresion, kemi dhimbje, na shkakton, se për shembull ne kemi këtu një sheje kam këtu. Kjo më ka ndodhur në moshën 15 vjeçare, por sot e shoh këtë shejen që më ka mbet, më përkujtohet vendi ku ka ndodhur, dhimbje nuk kam, mirë po e kam atë ndjenjen se kjo më kalon një fërkem, një negativitet në shpirtin tim. Prandaj, sa herë ne që na vinë mendimet e këqija, na vinë ai zjarin nga mrenda, urrëtia, se për dikush ndoshta ta ka pru ty një mendim të keq, ta ka ofru edhe ti tash sa herë të bjerë shit kujtohet, vjen ai negativiteti, atë shka duhet me bo, na vetëm themi, Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Allahu im, dërgoj selam Muhammedit dhe familjes së Muhammedit. Pra, kështu të dashur miq, janë disa mënyre edhe me psikologjin moderne se si largojmë këto mendimet negative, por edhe me psikologjin islame e cila ka burim Kuranin dhe Ehli Bejtin, familjen e profetit, sepse pa profetin Muhammed dhe familjen e tij, ne nuk ishim mund të arrijmë të këto dituri të cilat sot po i prezantojmë. Prandaj, mos pritoni, bëni share, bëni follow, njerëzit që i dini që kanë këto probleme me negativitete, dërgojani. Unë ndoshta e kam sevap prej Zotit që po e prezantoj këtë mendim timin nga studimet e mia, por edhe ju e keni të njëjtin sevap nëse ju ja bëni share, like, follow dhe i dërgoni njerëzve që sa më shumë të jenë më të qetë në shpirt, në zemër dhe në veprimet e tyre ditore.